Bëna kërkesë vet. Urime për skaletën janë. Urime për skaletën. Faleminderit. Ka shumë ritmi marrë. Ka shumë ritmi. Por, du me falenderu vllajën e madh që i ka marrë të dy. Në dhomë trafimit. Po, i ka për është që do ta mbyllim këtë kapak. Me mëll, do ta bëjmë sigur ju dy po ballafaqoni, jepni uleni ritmin se bëhet nami jashtë, merret keq e ma keq, kështu që për këtë gjë falenderoj sepse kishte dy variante. O me i zjarr jashtë të dy, por kjo sjell i marrësh keq maneta kur dalin jashtë, pra marrin po ose goja Allah për shpinë da marrën këtë jetë për fjalë se për ty në gjërave rrojmë. Dakor, po nga që s'kena pa dënime, do të kalohet edhe kjo siç do të kalojnë edhe nëse do të më bëjë gjëra të tjera, kështu që e vetmja mënyrë ishte për me zbuti këtë mënyrë për me dalë tanë të lanë, si me thanë. Sepse merr për masat maja, për mut, Tashti. dalë tanë jashtë, kush gabon, kush pa. Kush gabon dhe këtë që sqaroj tjetër kush për këto dy, duhet ta sqarojnë vetë ato. Nëse doin me bë mirë me këtë popull në komunikimin publik, dalin ta sqarojnë në një formë të caktuar, thonë amani m'fali, kam tregu një budalla që e them që kam fol për tilla gjëna ose jam mundu me lut me tilla gjëna apo tjera. Ka që është diskutimi i tyne. Tyne ju vu ka pak me skem. Arbri, niveli i bisedës duhet ishte nivelin e paragrafit Arbrit, por nuk ishte. Pra niveli i bisedës, porosia ka ardhur kam përshtypjen nga Arbri, që duhet mi vu ka pak këty në gjëra se s'mundesh me diskutu kështu. Sidomos Big Brother për Big Brother, Marrina. Kështu që bisedën ato e bën mirë, okay, heki dorë, okay, të kërkoj ndjesë edhe ky tjetri ha një ashtu s'di çfarë folë, ku s'di si më thon. U duk qartë që janë orientuar nga vllai i madh, kanë marrë edhe u duk qartë skenar fjalë, kanë marrë bile kanë në letrat, merreni, shkonin mbajnë, lexojeni herë pas here që kur vin ajo të keni një këtë shprehje. Un jam i mendimit të dy për jashta. Po. Pra, jo i këtij variantit. Jam i variantit të dy për jashta. Qysh momenti që e bën secili, e kupton? Cak. Kaq. Nuk ka pra, nuk ka dënime, ka vetë një moment du me shkput nga rjalla zakonshme që ti e ke thonë qysh në hapje këtë skalet. Po. Du mu nal te aja që tha Neda Balluku. Pa tha me emër që ta ketë qartë që e kam drejt për që thaja. Mas i ka ardhë momenti edhe kësaj Nedës me i vu iniciale, apo Ja, se ban vetin për me vu iniciale. Ja, aja ban vetin mos me kënë dakord me te, po jo me ashtu. Neda thot, njerëz të Zotit jemi edhe ne, se ka dikush shkollë, s'ke nevoj me e diskreditu nga ana intelektuale, si me thonë. Unë jam paria, thot Neda, për Laertin, dhe ti s'ke 2 klasë shkollë, pra ti ke me najt atje, unë jam gjithmonë këtu. Në fakt, Neda, kjo është sfida jone jetës, mos ta neutralizojmë këtë gjë, se në qoftë se unë kam dhunti dhe i zhvilloj ato, dhe kam inteligjencë dhe kaloj certifikohem në shkolla, në kurse, në profesione, në masterizime, në lloj licencash për me kry veprime, njerëzit me besojnë për me ja kry atë punë ose atë veprim ose atë mendim ose në gjë. Nëse unë nuk e bëj këtë gjë, nuk më qasin. Kjo është mënyra se si ne ecim përpara në jetë, e dashur Neda, dhe për këtë arsye ti mund të kesh kalu, pra vetëm për këtë që sapo tha që mos e ban kështu, vetëm ashtu je ul në atë kultuk. Je ul sepse ti je paria dhe të tjerët janë publiku. Se përndryshe jam unë të ai kultuku, nuk jam unë shtëpi. Përndryshe jam unë të kultuku, një natë është joni, një natë është edhe Neda, s'ka gjë, kush do. Një natë shkon edhe një vrasës, se në fundit njeri i Zotit është edhe ai ka bë faje, po s'ka mësu në shkollë që duhet me respektu rregullat, s'ka mësu në edukat që nuk duhet me kërcënu jetën e njeriut, edhe ka kërcënu e ka shkatru jetën e njeriut. Ç'a bën? Në fund del edhe në Big Brother, aty s'ka problem, bën opinionistin. Jo pra, kjo e seleksionon. E seleksionon për bashkëta jonë që i kena vendosur tanëve në mënyrë të shkruajtur edhe të pa shkruajtur synim vetës. Neve do kualifikohemi, do dëshmojmë që jemi të kualifikuar, se përndryshe nuk na marrin konsiderat Nedën, Marion, Jonin, Ledionin, e me radhë, Tan, Arbrin, këdo,
nuk e merr kërkush konsiderat. Kështu që ai nuk është diskriminim apo shkelje me kam. Ai është një e vërtetë e hidhur. Ati duhet mi thonë që nuk promovohet se un kam një talent e prandaj s'kam shku shkollë. Ai nuk ka vesh ai djalë. Çfarë talentit ka? Ai djali nuk ka vesh muzikor. Çfarë talent? Kush është arsyeja që ka lënë shkollën rrugë drejt që të bie që ka dalë? Se këto janë justifikime. Dakor. Dhe ai nëse s'do ta kishte problem këtë gjë, nuk ka pse thot mos ma thuj. Ma thuj valla se jam krenar që s'kam shku për shkollë. Dakor. Po, a lejohet me fitu një atë lojë sa pa shkollë një djalë? A mund t'ja japim një në i qoftë se meriton me lojën që ban me fitu? Apo vetë sa pa shkollë s'do të Patjetër që lejohet, po nuk i lejohet me dalje me thënë mos shkoni në shkollë se kote keni si duhet gjë. Ja. A është Po ne jemi të diskutu, nuk jemi të diskutuar ne ai lejohet me fituat lojë. Sepse është një lojë nuk është si me thënë kush ka shkollë. Me kanë ashtu shkin një doktor, një që ka. Ne jemi aty diskutu këtë. Ne s'jemi aty diskutu, ne nuk jemi aty thënë ai duhet të ishte aty se është pa shkollë. S'ka se kena thënë kurrë. Pra ne janë dy nivele, një që jam me shkollë po që s'ban asnjë gjë, rrin aty edhe flet një presje, një pikë çuditse, dhe një tjetër që kthej me darton, është zgjallën publiku. Kjo është pra ne vllai mall din me zgjallë personazh, pavarësisht se ja ka futur këtë kontroll po. Djani ishte personazhi që më diskutu me Marion e ti. Njëri me kanë me këtë profesorin që nuk ban asnjë gjë, por flet një fjalë edhe duhet të peshu shumë fjalë atij, që dikujt as si hin vesh se çfarë fa lajeti ose kur lexoj një poezi, dikujt tjetër i hin vesh, sa bukur kthej që si qeshi, që si gëzoj, që si bani, edhe kush sjell më shumë ishte Mario sa këtu. Kjo po e thën. Kjo thën. Poshtë ignoranca janë. Poshtë ignoranca. Poshtë. Sikur i vetmi në botë me kanë që e themi këtë prapë e them, se kam problem hiç. Poshtë ignorancë. Jam tullon, Mario, shikoj. Ato më pyet mua me ke variant jam. Un për lojë është tjetër gjë dhe për një jetë është hiç një tjetër gjë. Nuk është hiç tjetër gjë. Nuk po tham që jam me xhes, ma tham ka dy variante Mario. Hiç tjetër gjë vëlla, sepse un e kam pas arktimin një javë nga gjëja. Pjesa tjetër ka kanë çfarë thot më, se çfarë dën me shpreh, se nuk din me shpreh, me ndërtu një fjali ashtu siç dën me shpreh vetë mendimet. Vërtet. Për çfarë ti bë gjërat e tjera. A kupton? Poshtë ignoranca janë. Një javë jam arktuar, s'mund të më kanë dede edhe më thon për një javë arktim që bë posh, më thon 3 muaj që ja super, është super. Nuk mund të më thon më. Nuk jam të thonë që është super lajërti. A kupton? Se po dukem sikur po çfarë kërkon pro. Nuk po kërkoj këtë, po në disa biseda ndahem te kjo bisedë, sepse lajërti i thot atij ti s'mundesh me thon mos shkoni në shkollë më. Jo, po mos ma thuaj ti mund që s'ke kanë shkollë. Nuk gabim. Po ta thot ai që s'ke kanë shkollë se ti kur i drejtohesh nuk din me ju drejtu në të njëjtin nivel bisede. E ofendon tjetrin pa e kuptuar që je duke e ofendu. Ose sillesh ai po më flet mos më kthe me shpinë, mos më pëlqen mos më thon mos u kthe me shpinë. Po edhe se s'pëlqen ty me thon mos u kthe me shpinë. Ai është mungesë edukatet. Kur ti ke mungesë edukatet e ta thot dikush ke mungesë edukatet, s'pëlqen ty me ta thon, po normal që s'pëlqen më. Po ti duhet të kesh edukat që mos me ta thon. A e kupton? Kurse kur s'ke edukat, dikush që thot s'ke edukat, mandej mos vin kesh që ta thot. Se unë s'mund të tregu hipokrit në sot ose me duru vedin, ty hangër vedin mbrand, mos me të thonë një të vërtet që është e vërtet. Po. Tesh, babe pas 10 lajert aty një aty Mario. Tesh, po baj si atë avokatin djallit. Po me pas 10 lajert aty nisë një ashtu 10 lajerta, 80 një ashtu si lajerti. A kishe çu në stacionin aty me po se çan tu bota mohabete për shkakun? Apo nuk bëhet këtë kështu se është ekstrem kjo që thotë, por shikoj, ne nuk e dim se si është me kanë 20 shahisa aty mbrapa. Ne nuk e kena pa ndonjëherë. Ne jena mësuar me pa një shahis ose 3 shahisa edhe 17 rron Japonjë. Edhe mund ta më pas 10 gjesta për shembull. Si ne do të kemi pa njerëz të bashkë. Ne jena mësu mos me pa këtë lojë me shahisa. Jena mësu me pa këtë lojë me njerëz që bëjnë skandale, që njallin thashë theme ose gossip pra në për rrjetet sociale. Pyetja jeme Mario është, atë dituri, atë shkollë, atë investim që ka bërë Laerti, siç e ka shfrytzuar më së miri në aktrimin e tij dhe ka pas sukseshëm. Apo është shfrytëzon dhe apo i bën punë një që ka në këtë lojë Big Brother. Kjo është pyetja, pra. Konkretisht ai ka ardhur deri tu. Ashtu me thjesht me thon, poshtë një në rregull jam dakord te. Në rregull Marion, po ai ka ardhur deri tu. Ai ka ardhur deri tu. Po ka ardhur vetëm për emrin mendon, jo për lojës. Lojë çka ka bën, hajde ta diskutojmë.
Ta diskutojmë që ka pa vetëm me Bonin, që bani atë ecin, se sa tjetër gjë që ka bën veç i poezi ose ja drill kur ja përmend Shqipëria ose Greqia ose linja e jetës i to Jo mor, jo, jo. Ka njëk në i parim që se din që sa ka shprej. Makinë. Po pra, As benzin ka të shma, veç ka marrë një makinë me po, gas. As benzin ka si me andes do herë gazit po. Po pra jam dakord me ty. Po edhe ajo e ka pru drejtuate, s'ka pas nevojë me bë cirk. Unë po tham, sa e bukur të dishte që njëta vetit mira që ka, tan investimin në arsimit që ka bat, ta hapra ta miksoj, ta fusin atë luajën e dalin e bukur diçka. Edhe që ku ta gjem, ta dalin një person e fitu një i që ka, tanë bagazh, edhe diti, siç ka kanë për shembull, ndoshta i liri, ndoshta se kam pa, po me sa kanë thënë, ka ditë me përdorat backgroundin e vet, duke ditë më duke ka kanë nërma aktiva, ka debatu. La herë mos duket më aktivi. Bile si shumë i natyllon rëndësi se s'ka ba asnjë gjë. Pra ti thu, një njeri i arsimum mirë me bagazh i lexuar edhe i kultivuar, nuk duhet drejt që ti lekse në fund për fonda si la erdi, po sa shumë më burr. Pra si më duhet drejt që ti lek, jo më marrën të thonë. Po se jam të thënë frazën që ta nisi Neda dhe thotë ti s'ke nevojë me diskriminua tjetrin që është pa shkollë. Unë nuk e diskriminoj. Unë nuk mundem, mendoj po i thon dikujt që i flet budallëqe, mundem me ndajt një herë kur kam shkembem një herë me te, mundem mos me thon, e kursej me i thon që jeti fol budallëqe. Po kur un kam të bëj ditë për ditë me njëjtin person që i flet budallëqe, nuk mundem me ndajt pa thon jeti fol budallëqe. Edhe ai tjetri mundet me më thon, më pse më thuti mu jeti më terminu. Jo për burr. Neda është këtë, e thon Neda, po është ka ngatru vend aty ku është unë me këtë jam të marr pra. Mirë, për nesër të marrë se për sa dhe se si e meritojnë a ja vlen as ja vlen, ato kanë ardhur vetë të dy. Njëri ndryshe, tjetri ndryshe kanë ardhur deri këtu. Po pra, dhe kush e meriton dështi nga këto dy kontrastet e mëdha? Këto janë pikpyetjet e mëdha që punojnë. Si kush se kjo meriton? Po pra, kena dy kontraste dështi në këtë lojë. Kjo është pyetje $1 milion se kush e meriton dështi me kanë më ose fituesi. Se ka njerëz që mendojnë ndryshe, ka mendojnë se mendojnë ndryshe. Këtë po them. Mos duket deri kjo egli i lajeti as duket asnjë lloj kurioziteti, nuk është në çapo presim. Jo këtë, po lidhet të dy, duket në lojë fort. Kurioziteti në përgjithësi tonëve ne, po përjashtoj vetin, është për gjëra që nollin të befta që janë flagrante. Kurioziteti më i madh është për gjëra flagrante. Kështu që mos ta quajmë sikur çfarë kuriozitetit kena ne që po bën lajerti në poezinë e performuar. Nuk ka ne kuriozitet. Ajo është një vlerë e caktuar intelektuale. Isha aty ndokut nga loja. Ajo është një vlerë e caktuar intelektuale, shqyr që ka njerëz që i bëjnë këto disiplina, si më thon. Po pa disiplinë kret më burr mundena me gjithkën veç bën fëmijë, leni të rriten një shërbet se pa disiplinë të rriten. Leni të rriten pa qur shko pa bë kur gjë, pa disiplinë është i premier ju me bë. Masë e qartë, je masë e qartë. Edhe sigurisht neve jemi kurioz për momentet pa disiplinume, pa. Sepse nga që ne na myt disiplina, pra në përgjithësi jena të disiplinuar. Po nëse do të bëna në përgjithësi të pa disiplinuar, çfarë kuptimi ka? E mbyllim se filloi prajmi, futena me diskutu për finalistin e dytë. Hajde, inshallah. Hajde, gëzuar.